Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakojemi edhe sot me gjurmët për të ndalur tek një temë që mban një rëndësi të veçantë, sidomos për shëndetin ton. Në periudhën në të cilën jetojmë ne, neve karakterizohemi nga këto faktorë që ndikojnë negativisht në shëndetin ton, jemi të ekspozuar në ajër të ndotur, por edhe në disa veti të këqija që i kemi vetë ne. Ndërkohë që muaji nëntor mban një simbolik shumë të bukur për të cilën kemi diskutuar vazhdimisht deri sot për shqiptarët, njëkohësisht mban edhe një simbolik të veçantë edhe për ata që luftojnë me kancerin e mushkrive dhe për të gjithë ata që e kanë sfiduar këtë sëmundje. Pra pikërisht muaji nëntorit është muaji i sensibilizimit kundër kancerit të mushkrive. Pavarësisht se statistikat ndryshojnë nga viti në vit, her ka rënje, her ka ngritje të shifrave të kësaj sëmundjeje, ajo përsëri është prezente dhe shpesher vjen edhe nga mos kujdesi që tregojmë ndaj vetes, por edhe nga faktorët e jashtëm atmosferik që përmenda më herët, sidomos në vendin ton ku vitet kalojnë e ne vazhdimisht rangohemi në fillim të listës së vendeve me ajrin e mjedisin më të ndotur. Përderisa neve shpesh tregojmë pa kujdesi kur vjen puna tek shëndeti e mirëqenia jon, unë juftoj juve sot që të dëgjoni me vëmendje bisedën që do ta zhvillojmë, të kuptoni, të informoheni dhe të jeni të vetëdijshëm mbi rëndësinë që ka kujdesi për shëndetin, sidomos kur vjen puna tek mushkrit që shpesh hera na shkalojmë, kemi vetit tona të këqija si duhani edhe siç e përmenda më herët, vendi jon përballet me ajër shumë të ndotur dhe mjedis të ndotur që ndikon njëkohësisht. Neve sot do të shohim simptomat e para, sa është e rëndësishme të diagnostifikohen këto simptoma dhe dallimet edhe mangësitë që ka shteti jon në këtë sektor kur vjen puna dhe kur ta krahasojmë me vendet e tjera më të përparuara në shëndetësi. Do të kemi nderin sot që përgjigjet e pyetjeve më të rëndësishme që do të kemi t'i marrim nga një specialist i kirurgjisë torakale, Visar Xhaveri, mirë se erdhët. Mirë se jetëm, ju falenderojmë për ftesën dhe shpresoj jo vetëm këtë muaj, por edhe muaj tjetër, çdo muaj, secili muaj i cili është muaji i sensibilizimit për ndonjë kancer të caktuar, ta keni nga një mysafir, sepse është një temë e cila nuk duhet ta na shkalohet aq lehtë. Sigurisht. Dua t'ju ta nis me sa i përhapur është kanceri i mushkrive sot në vendin tonë dhe cilat janë grupet më të rrezikuara nga ky lloj kancerit. Po, normal. Kanceri i mushkrive, sa i përket përhapjes, mënyrën më të mirë të mundshme për ta kuptuar është kur në shtetet e zhvilluara botërore neve çdo vit informohemi nga statistikat e tyre, veçanti kur kemi të bëjmë me shtete cilat janë goxha më të mëdha, domethënë popullsi tek se na, si në krahasim me shtetin e Maqedonisë Veriore, dhe e shohim se statistikisht tek ata mundi ose fokusi që bëhet për trajtimin apo për diagnostikimin e hershëm të kësaj sëmundjes shtohet çdo vit, madje në shumë aspekte, jo vetëm në aspektin mjekësor, po edhe financiar edhe në shumë aspekte. Pse? Sepse kjo pëson rritje. Normal, përhapja e tij është enorme, tash flasim fatkeqësisht, edhe normal, këtë e konsiderojmë gjithashtu edhe si sprov për popullatën, për njerëzit, por se derisa kanceri mushkrive është kanceri më vdekjeprurës nivel global, kjo tregon se domethënë është diçka e cila jo se duhet anashkalohet, por se duhet merren masat edhe nga, domethënë, stafi mjekësor i cili qoftë kirurgët torakal, qoftë onkologët, qoftë, domethënë, fusha të tjera të mjekësisë, që kjo domethënë edhe zbulohet, pastaj edhe trajtohet. Pra, nuk ka kancer sot për shembull, për mendimin tim, i cili mund të jetë në ulje. Në ulje mund të jetë vetëm vdekjeprurësia e saj, domethënë ka trajtim, por se sa i përket rritjes ka rritje. Ju e përmendet edhe vetë në fillim se këtu përveç që njerëzit për shembull si gjithë botën konsumojnë duhanin, tu tek ne kemi edhe një problem tjetër. Pra Maqedonia para disa viteve, domethënë ka qenë ndër vendet më të ndotura në botë, madje qyteti im Tetova ka qenë me Jugochromin, ka qenë pjesë e lajmeve globale. Dhe kjo neve, si kirurg torakal, po edhe pulmologëve tjerë, duhet të jetë, domethënë, me të vërtet një temë, jo studimi, por se një temë fokusi që të zbulojmë, domethënë, deri ku kanë mri pasojat e kësaj ndotjes, edhe nga ana tjetër, domethënë, maksimalisht të vetëdijsojmë njerëzit se të paktën atë që kanë mundësi ta heqin nga dora, duhanin, mundësisht ta heqin që t'i ndihmojnë vetes dhe të na ndihmojnë edhe neve, padyshim. Cilat janë simptomat më të hershme të kancerit që shpesh neglizhohen nga pacientët? Po, gjithashtu te pyetja e parë ju e përmendet se kush janë më të rrezikuarit.
padyshim se një pjesë e madhe e smundjeve kanceroze jo se përjashtohen moshat e reja, por se në shumicën e rasteve ato janë në moshën më të shtyrë, edhe normalisht se simbas, nëse mund t'i quajmë atyne studimeve lindore dhe perëndimore, nga mosha 50 dhe 55 vjeçare janë pjesa e cila më shumë, nëse mund t'a quaj, preken nga kanceri mushkërive. Normalisht kemi simptomat të cilat nuk duhet të nashkaluar, fillimisht një pjesë e mirë e pacientëve të cilët vinë tek na, edhe pse tek na vinë në fazat më të avancuara, fillojnë me dispne, pra me pamundësinë për të marrë frymë. Kjo është si e para. Pastaj normal me rritjen e një kancerit mushkërive, ata kanë problem me dhimbjen e gjoksit. Tani mund të kenë dhimbje përparme, mund të kenë dhimbje të pasme, varësisht nga lokacioni i kancerit. Gjithashtu kanë bëjnë edhe me kolitje. Edhe tani këto janë ato të hershmet, kurse sa i përket asaj simptomatikës të vonshme, kemi për shembull kolitjen me gjak, hemoptizin. Pastaj kemi për shembull humbje të peshës, edhe normal, kemi probleme me funksionin e përgjithshëm të mushkërive, ku ata për shembull fillojnë bëjnë, paraqitjen te mjeku, pyesin, pse vin kjo. Ndajherë nuk është gjithçka e lidhur vetëm me frymarrjen, mund të ketë probleme tjera. Për shembull, në rastet më të avancuara, kur ne kemi për shembull metastazim të kancerit mushkërive, tek ata mund të paraqiten dhimbje tek organet të cilët personi në fjalë mund të ketë metastaza. Për shembull, mund të ketë metastazim në mëlqi, mund të ketë metastazim në kocka, mund të ketë metastazim në sistemi nervor qendror, në tru, edhe ai fillon të ketë dhimbje për shembull lokale në këmbë ose në brinj ose në kokë, e kështu me radhë. Fatkeqësia në thojza, ajo që na vjen keq se kur e zbulojmë kët, kurse personi ka metastazime, atëherë neve na mbyllet ajo, nëse mund ta quaj, dritarja, e cila ne atij personit mund t'i ndihmojmë. Pra ai është në gjendje tepër të avancume, ku kirurgjia jonë, kirurgjia e një kirurgu torakal, aty nuk i kryen punë. Ai nuk mund të operohet, edhe normalisht nga ai moment dhe deri në fund pacienti ka të bëjë me onkologjinë. Pra ai bëhet shok me onkologun, nuk bëhet shok me ne, dhe fatkeqësisht ne humbim atë shpërblimin e të ndihmës ndaj tij. Kjo është, sa i përket, normal, ka edhe simptoma tjerë të cilët mund përmenden lart e poshtë, përse këto janë ato të cilat nuk duhet të nashkalohen, nuk duhet të miren diçka si do kaloje ose diçka kështu, por se ka dhe diçka, për shembull, i kisha këshilluar në formë publike gjithë personat të cilët kanë konsumuar duhan mbi 10 apo 15 vjet, ata të paktën në spitalin e qytetit tyne një herë në vit bëjnë rentgen. Dikush do thotë për shembull, kjo ato të thotë për krejt. Tani vetëm besojeni këtë fakt, unë para një jave kam ardhur prej Kine, një shtet i cili ka bërë një, nëse mund ta quaj, revolucion në luftën kundër kancerit mushkërive. Ata tani duan për shembull kontrollet rutine për pacientët të cilët mund të preken nga kanceri mushkërive, t'i zbresin deri 40 vjeç. Që tregon se mosha e kancerit mushkërive është në rënje. Kjo ka të bëjë, fokusi i këtij studimi ka qenë pikërisht sepse një pjesë e mirë e popullatës po konsumojnë duhan. Pra, aty ne t'u thuhet se nëse gjithë tjerët nga 50 e lartë fillojnë, kontrollet e tyre ose ato kontrollet rutinë që mund të futen në skriningun e kancerit mushkërive, ju jeni fatkeqësisht një kategori tjetër e cila duhet ta filloni nga 40 vjet. Pra, për shembull, kjo është edhe diçka tjetër e cila nuk ka të bëjë me simptomat, por se ka të bëjë për të mirën e pacientëve. Edhe këtu desha të ndalemi se të neve është shumë e zakonshme të pihet duhani, edhe fillon nga grup moshat shumë të reja, po deri te ato më të moshuarat edhe nuk është se e ndalen si veti. Sa rol luan realisht duhanpirja dhe në kombinim me ndotjen e ajrit që neve kemi këtu në vendin tonë në shfaqjen e këtij lloji kancerit? Për shembull, me statistika botërore, sepse kur flasim me statistika të cilat vinë nga institute, domethënë të cilat kanë popullat shumë më të madhe, domethënë flasim për miliona banor, sesa Maqedonia, ato janë shumë më të sakta sesa një studim i cili mund bëhet nga unë ose nga spitali im ose nga një grup ekspertësh në Maqedoni. Personat, për shembull, të cilët janë mbi 50 vjeç, edhe
diagnostikohen me kancer të mushkrive, besoni apo jo, nga 10 persona të cilët diagnostikohen tek ne me kancer të mushkrive, 9 prej tyre janë domethënë duhan pirës. Që do të thotë se kanceri mushkrive, 90% të shkaktarit numër 1 e ka duhanin. Tani, dikush, sipas disa statistikave, mund zbrese deri 80, dikun deri 85, ku nuk përjashtohet trashëgimia familjare, çështja gjenetike, nuk diskutohet se aty luan rol edhe ndotja e atij ambientit, nëse mund ta quaj asaj zone ose regioni, edhe e treta normalisht ka të bëjë me punën. Për shembull, kam një përvojë të bukur me një studius i cili ishte i fushës time në Zvicër, ku ai tha, nuk e di vitin 2010 apo më herët, domethënë 2005, personat të cilët kanë punuar në miniera, ku ka qenë domethënë një pjesë e madhe e tyre, domethënë kanë dalë të kenë kancer mushkrive, mbasi kanë dalë në penzion ose edhe para pensionimit, janë bërë shkak ky lloj studimi që e kanë bërë ata, që personat që punojnë në miniera në Zvicër, edhe në shtetet gjermanfolse, mos kenë drejt të punojnë në miniera mbi 10 apo 15 vjet. Pra ata dalin shumë herët penzion, për shkak se mundësia që ata të preken nga kanceri mushkrive është tepër e lartë. Edhe e njëjta është bë nga një studim në Australi, që do të thotë se për shembull ata të cilët janë ekspozuar direkt, domethënë shëndetit tyre i mushkrive ndaj një për shembull ambienti si ai i xerorëve, domethënë, ata domethënë dalin para kohë. Pse? Sepse rritja mbi këtë moshë, flasim mbi këtë interval kohor në punë, ata me siguri rreziku rritet çdo vit më shumë dhe ata nuk do mund t'i pensionojnë. Domethënë ato do mbarojnë në spitale dhe kështu që kjo tregon se domethënë këto janë faktorët parafërsisht, por se ne themi bazohemi te ajo që është kryesore. Unë personalisht nga përvoja ime, kur kum thonë njerëzve se me duhanin keni problem, ata si më thonë derisa nuk i ka prek smundja nuk janë dalë. E tani na cili është opsioni i dytë ose alternativa B për pat sukses është që ata të futen screening. Pra ata të diagnostikohen edhe më thonë shërohen. Qëllimi është këtu, të kapet fazat e para edhe të trajtohen. Prandaj dhe ne kemi vazhduar t'ju themi dhe do t'ju themi se duhanin duhet ta lejnë. Tani nëse këmbgulin vazhdojmë me duhanin, atëherë shpresojmë ne, më thonë, të kemi mundësinë të diagnostikojmë shpejt edhe pastaj t'i trajtojmë. Tua të di, a ka rritje të rasteve me kancer të mushkrive në moshat më të reja dhe cilat mund të jenë arsyet pikërisht që mund të ketë rritje në grup moshat më të reja? Po, ka, domethënë duke marrë parasysh disa shtete të cilët kanë bërë publikime të bukura mbi kancerin mushkrive, jo sa ato merren si rregull, por se moshat e reja të cilët janë evidentuar me kancer të mushkrive, ato janë përjashtime, por se kjo tregon se konsumimi i duhanit, domethënë bie rritjen e kancerit, nëse mund të quaj, qoftë edhe me gishta, tek moshat e reja. Për shembull, në Kinë personalisht kam pa pacientë që kanë qenë të kapur, domethënë të prekur nga kanceri mushkrive edhe 18 vjeç, edhe 22 vjeç, edhe 28 vjeç, edhe 32 vjeç. Kjo tregon se kjo ka rrezik. Edhe normalisht këtu nuk duhet patjetër të hyjë çështja e vet konsumit, domethënë nga ai person i ri duhanit, por se këtu ka mundësi të ketë edhe domethënë trashëgimi familjare ku gjithë familjarët e tij domethënë kanë konsumuar duhan. Normal, ajo që na bie neve është që tek na ndodhe domethënë screeningu, i cili nuk ka ndodhur akoma dhe këta flas për atë pjesën e cila është pjesa dërmuese ku paraqitet kanceri mushkrive, mosha mbi 50 edhe 55 vjeç, domethënë të futen në screening edhe të kemi sukses në diagnostikimin e hershëm. Simbas statistikave të edini, këtu në Shkup është klinika e onkologjisë, ku unë në mënyrë shoqërore dhe kolegiale mundohem goxha shpesh të pyes për numrat. Numrat në klinikën e onkologjisë pothuajse çdo vit ka rritje në diagnostikimet e kancerit mushkrive. Sepse personat cilët preken nga kanceri mushkrive, edhe në qoftë se janë për shembull për operacion, janë fazat e para, ne kemi për obligim që edhe pas operacionit, fatkeqësisht shumicën e rasteve ndodhen edhe para operacionit, domethënë ato të shkojnë të marrin kimoterapi, edhe ata janë, nëse mund ta quaj, zbuluesit edhe regjistruesit e gjitha rasteve nivel republikan të kancerit mushkrive. Pra, gjithë diagnozat e kancereve janë me shkronjën C, edhe joni, më thojza, ai baza
e punës kirurgjinë torakale në nivel global, se tek ne është kanceri i gjirit, por se në botë nuk punohet kanceri i gjirit tek kirurgjia torakale, punohet kirurgjinë e përgjithshme. Tek ne, domethënë, është C34, flas për shifrën e kancerit mushkërive dhe këta shifra tek pjesa e onkologjisë e cila merret vetëm me çështjen respiratore, pra me kancerin e mushkërive, ata na tregojnë se vitin e kaluar apo vitin 2023, më kapni për fjalë, numri ka qenë 1000, ku sipas tyre 1000 në vit të diagnostikuar. Ku sipas tyre kjo është numri i ulët, mund të ketë edhe më shumë, kurse sipas statistikave që unë i kam bërë me disa përqindje, për shembull duke marrë një studim që është bërë në Holland, numri i pacientëve në këtë popullat prej, nëse mund ta quajmë 1.8, 9 apo 2 milion banor, mund të jetë deri 3.000 apo 4.000 të prekur në vit. Që do të thotë se numri jo se është në rritje, se popullata mund të jetë në zvoglim sepse ka migrim, por se ne qëllimi jonë është që të diagnostikohet sakt sa numra presim çdo vit. Që mbas kësaj të bëhet në thojza plani i screeningut edhe paturit sukses në trajtimin e këtyre pacientëve, parafërsisht. Sa ndikon predispozita gjenetike në zhvillimin e kancerit të mushkërive dhe sa është e rëndësishme që të gjithë ata që e dinë që ka një trashëgimi familjare të prekjes së këtij kanceri të kontrollohen më shpesh? Tani, sipas asaj që është një protokoll ose guidelines, disa shtete, për shembull, për diagnostikimin e kancerit mushkërive dhe futjen e pacientëve, domethënë në screening, janë 2 kushte bazë. Është mosha mbi 55 vjeçare, sipas statistikave amerikane, kurse sipas atyre kineze është mbi 50 vjeç. Pra, kjo kategori njerëzish duhet futet në screening. Vetëm futen në screening ata të cilët janë duhanpirës 10 deri në 15 vjet. Kinezët e kanë mbi 50 edhe 10 vjet nëse ka pi duhan, amerikanët e kanë sipas 55 dhe 15 vite përdorim duhanit. Kjo nuk do të thotë se ai nëse e ka ndalë, e ka ndërpre konsumin e duhanit, nuk futet këtu, futen ata të cilët edhe nëse e kanë lënë mbi 1 dekadë, domethënë pirjen e duhanit, përsëri futen në screening. Kushti i tretë është trashëgimia familjare. Tani, disa shtete këtë e fusin jo si diçka opcionale, por e futin si kusht. Pra, edhe ato të cilët nuk pinë duhan, vetëm i kanë bë moshën 50 vjeçare ose 55 vjeçare, përsëri futen, domethënë, dhe kjo është normale, sepse jo çdo kush që pinë duhan, vetëm ai ka predispozita për dalë me kancer mushkërive. Mund dalë me kancer mushkërive edhe ato të cilët nuk pinë duhan, sepse ne kur themi nuk pinë duhan, tu kemi një problem. Mospirja e duhanit, kur je afër një personi cili pinë duhan, në formë popullore thun, ai pinë 2 cigare, ti i pish 1. Që që prandaj u themi njerëzve lenje duhanin sepse i dëmtoni tjerët, edhe ato që pinë, edhe ti hupni shokët, sepse nëse unë them sot në emision, mos rini me ata të cilët pinë duhan, bëhet problem. Prandaj kjo është arsyeja, edhe normal thuhet, domethënë mendohet se predispozita gjenetike është veçanti tek ata popullata të cilët kanë qenë, domethënë, të ekspozuar ndaj një dotje të madhe. Normal flasim për shembull për Indinë, të cilët kanë bërë disa studime që kanë treguar se Kalkuta ka qenë nga vendet më të ndotura dhe niveli i kancerit mushkërive atje ka qenë rritje, edhe ka qenë rritje edhe tek gjeneratat pas atyre të cilët e kanë, domethënë, e kanë përjetuar atë ndotje. Kështu që kjo do të thotë se predispozita gjenetike nuk duhet ta nashkalohet apo nënvlerësohet. Pra edhe kjo për mendimin tim, sepse kur ke një sistem i cili për shembull ne pozitivisht flasim për sistemin tonë, ke një muaj termin, edhe nëse për shembull ke pacient me C34, të cilët kanë qenë diagnostikuar me kancer mushkërive, ne automatikisht familjarët e atyre në mënyrë elektronike mund, kur t'i bëjnë moshën 50 vjeçare, si pasojë se prindi tyne ka pas kancer të mushkërive, ne këta automatikisht, domethënë nëpërmjet mjekut tam, të kemi një mekanizëm të cilët do i thomi, ta dini se ju mbi moshën 50 vjeçare ose 55 vjeçare, varësisht si do bëhet ajo, domethënë rregulli tek na, të themi se juve kaloni në screeningin e kancerit mushkërive dhe ju çdo vit duhet, domethënë, të vini të bëni një CT, tomografi të kompjutarizuar, domethënë me low dose. Kjo është parafërsisht ajo që ka të bëjë me predispozitën gjenetike të pacientëve që mund të preken nga kanceri mushkërive. A ekzistojnë metoda më të thjeshta për zbulimin e hershëm të kancerit të mushkërive dhe sa janë ato të aksesueshme për vetëqytetarët? Po, domethënë, siç e dini, në Maqedoni ka pas një sukses për mendimin tim, goxha të suksesshëm kur ka fillu screeningu i kancerit gjirit, edhe sepse ne personalisht e punojmë kancerin e gjirit, si kirurgji torakale, edhe kanceri prostatës.
Maqedonia sot, si shtet, flas në aspektin shëndetësor, tani është, domethënë kanceri i qafës mitrës, është në screening, është gjithashtu ka fillu nga ajo që di unë, domethënë kanceri i sistemit tretës, pra digestiv, kolonit, sa e di unë është fillimisht rajonale, domethënë është vetëm për Shkupin. Edhe këta screeninge të cilët kanë qenë të aplikuara në një masë goxha të madhe, për shembull kanceri i gjirit, siç e dini, bëhet me mamografin. Gjithë gratë mbi moshën 40 vjeçare, domethënë duhet një herë në vit të bëjnë mamografi, edhe nëse aty zbulohet diçka, atëherë vazhdohet me hapat e ardhshëm. Bëhet biopsioni edhe pastaj pavarësisht nga rezultati i biopsionit, pastaj bëhet operacioni. Tek kanceri i mushkrive, çfarë duhet ndodh? Duhet ndodh që mbi moshat 5 vjeçare duampirs, edhe me predispozicë gjenetike, ata persona të bëjnë një herë në vit, domethënë CT. Pra, të futen në këtë sistem, mjekët tanë të thirrin, siç i thirrin për shembull gjinin femrore për kancerin e gjirit, ose për shembull gjinin mashkullore për prostatën, për zbulimin e PSA-s, në çfarë niveli është. Edhe kjo është metoda më e mirë, veç asaj për shembull t'i thonë personit kur di kesh këto simptoma e janë spital. Jo. Shumicën e rasteve duhet të kuptojmë se kur kemi simptomat e kanceri mushkrive, flasim për një fazë tepër të avancuar e cila mundet, domethënë nuk ka hapësirë më për të ndihmuar. Ashtu është edhe tek gjiri. Për shembull, gratë vet po e prekin, për shembull e diagnostikojnë vet edhe paraqiten te mjeku se thonë përveç dhimbjes kam edhe diçka e cila nuk e kam has më herët, edhe normal ne atëherë vazhdojmë me hapat e diagnostikimit. Tek mushkria nuk mund të preket, edhe shumicën e rasteve ata nuk ndjejnë dhimbje. Do thonë madje kur është në fazën e tretë, ku është më diskutabile fazën 3A apo 3B kanceri mushkrive, kur më mundet edhe na hik prej duarve tona, se nuk është për operacion, ai atëherë në fillim ai ka simptoma. Prandaj zgjidhja e trajtimit domethënë suksesshëm të kancerit mushkrive është screeningu. Kjo është metoda më e mirë, e cila për shembull të bazohemi mbi domethënë çfarë ka bërë shteti kinez edhe çfarë ka bërë shteti japonez, vitet 95, vitet 1995, 2000, shteti japonez ka vendosur të filloj kancerin, domethënë screeningun e kancerit mushkrive, dhe shteti ka investuar në 120 milion popullat në Japoni, ka vendos afër 1000 aparatura të tomografisë kompjuterizuar. Edhe ka thënë se këta kompjutera do përdoren domethënë me low dose, përveç diagnostikimeve të ndryshme, do përdoren në mënyrë veçantë për kancerin e mushkrive, që të zbulohet. Japonia sot, nga statistikat, del se diagnostikimin e kancerit mushkrive e kanë madhësinë më të vogël nivel global. Pra, ata e kanë kapjen e një kancerit mushkrive 1.1 cm, që do të thotë 11 mm. Mbas tyne, tani veç imagjinojeni, flasim për një popullat e cila ka 120 milion banor. Kina nga ky shembull, sepse ata janë komshi. Për shembull, një prej arsyeve pse u zhvillu Slovenia shumë, ka qenë se ka pas komshi Austrinë. Na mundet nuk kemi shumë, domethënë shtete të zhvilluara, por se i kemi shembuj të ndryshëm. Kina nga kjo që ka pa, domethënë flas si shtet, e ka pa të arsyeshme jo 1000, po të vendose 4000 apo 5000 CT në për spitale nivel republikan. Pra tani jemi duke fol për një popullat e cila në atë kohë ka qenë 1.2 apo 1.3 miliard banor. Edhe sot Kina me këtë popullat të paimagjinueshme, pothuajse rënditet e treta apo e katërta nivel global se çfarë averazhi mesatare ka të kapjes të kancerit në diagnostikimin e parë. Sot mesatarja e kapjes të kancerit mushkrive në Kinë shkon 1.4 cm, 14 mm. A e dini tek na sa është mesatarja? 5.4 apo 4.4. Që do të thotë se sipas guidelineseve, sipas protokolleve, për shembull disa instituteve, mbi 4 cm kirurgu nuk ka drejt të operoje. Duhet dërgojë në onkologji, të marrë kimioterapi 4 seanca, edhe pas asaj nëse është zvogluar dhe nuk ka lymph node pozitiv, atëherë ai duhet të nështrohet, domethënë, operacionit. Që do të thotë se na jemi pak si shumë prapa. Edhe ajo që mund dhimbset është se ne kemi të bëjmë një popullat prej në numër të 1.4 milion,
Dokush ka sukses në 1.4 miliard. Pra nëse këtë e kuptojmë na, atëherë do ndryshojë, sepse në përgjithësi kur dikush flet për shembull për çështjen e politikës shtetërore ndaj shëndetësisë, thot o doktor, thot ato politikës e kanë lehtë, do e marrin pacientin, do e dërgojnë jashtë shtetit. Unë i them e kanë gabim, sepse nëse nuk diagnostikohet ndër këtë madhësi ose në fazat e hershme, kudo në botë mund ta dërgosh babain tënd ose nënën tënde, nuk ka zgjedhje se ka metastazim. Ai nuk mund të jetojë, sepse nuk ka diçka që i zhduk metastazimet, edhe në qoftë se onkologjia e atij shtetit është shumë e përparuar. Ai nëse don ta shpëtojë veten e vet fillimisht, duhet të investojë, do të thonë çështjen e screeningut. Sepse unë nuk di, për shembull, që nuk ka pas ndaj kush prej neve, qoftë individualisht, qoftë familjarisht, që nuk e ka pas një familjar smuar nga kanceri mushkrive. Pra është diçka që nuk është 1.000 persona ose sa larg, pra kjo është për gjithë na. Nëse duam mos preken edhe tjerët, po edhe ne, duhet domethënë të aplikohet screeningu i kancerit mushkrive, edhe atëherë besoj se kjo është metoda më e mirë edhe suksesi do jetë më i lartë. Është e rëndësishme që të kapet në faza më të hershme për shkak se si gjithë kanceret, edhe kjo është e rëndësishme të kapet fazat e para. Kur është operabil dhe pas operacionit ai mund mos ketë nevojë as pak të vizitojë onkologjin, ato radhat e mëdha siç keni pa nëpër imazhet e onkologjisë, që domethënë ai mos ketë punë me onkologjin. Kur jemi te sistemi ynë shëndetësor, çfarë roli luajnë institucionet shëndetësore dhe të gjithë institucionet kompetente në gjendjen e sistemit tonë? Po, tek na jo se nuk ekziston ajo, nëse mund ta quaj, konsultimi ose një ekip konziliar i cili merret me këtë çështje. Shumicën e rasteve, ankesat nga Ministria e Shëndetësisë, jo vetëm për çështjen e kancerit mushkrive, po edhe të kancereve tjera, është mungesa e financave. Ne nuk duhet, domethënë, as pak të kemi dyshime se një screening i kancerit mushkrive është i kushtueshëm. Por se ku është qëllimi, domethënë, pse duhet, për shembull, Ministria e Shëndetësisë këtë çështje ta kuptoj shumë, domethënë, nëse mund ta quaj, ta ketë fokus primar. E para e punës për shkak të vdekshmërisë. Një person i cili vdes një kancer, akuzohet shteti, akuzohet Ministria e Shëndetësisë, në thojza, nëse mund ta quaj. Kur ka aksident rrugor, është problemi tjetër problem. Kjo është e para. E dyta, vdekshmëria e lartë edhe numri në rritje. Pra, në qoftë se një pacient diagnostikohet vonshëm, unë mendoj, dhe kjo është e vërtetuar, domethënë në nivel global, se shteti do i kushtoje shumë më shumë të trajtojë pacientin në onkologji me citostatik, e dini, për shembull, buxhetin më të madh në Maqedoni, sa e di unë, e ka onkologjia. Si klinik. Pse? Për shkak terapisë e cila jepet aty. Kemoterapia e kushtueshme shumë. Edhe normal, skandalet shpesh ndodhin atje. Tani, në qoftë se shteti bën një vlerësim, sa do i kushtojë screeningu, ta ule numrin e pacientëve të cilët mbarojnë në onkologji, edhe terapinë që e jep për ata, e kupton se më shumë duhet të investojë në screening, të shpëtojë pacientët, se sa të investojë në citostatik. Apo, domethënë, kemoterapi, imunoterapi, tash ka edhe terapia të reja që janë edhe më të kushtueshme, radioterapi kështu me radhë. Pra kjo është ajo e cila, domethënë, duhet ta kuptojë, domethënë, jo vetë shëndetësia jonë, shëndetësia e Kosovës, Shqipërisë, sepse pothuajse jemi të njëjtin vorbull, jemi njëjtin problematika. Edhe madje, për shembull, shtetet cilët janë antare për të antarësuar në EU, kanë buxhete të veçanta të cilët EU-ja mundohet, për shembull, këtë çështje ta bëje, ta ngrije nivelin e diagnostikimeve, madje ka tholla, ka projekte, ka programe, domethënë nga EU-ja, të cilët parashifen që Ministritë e Shëndetësisë të bëjë një kollaborim edhe të kenë financa që të ndihmohen për këta screeninge të kushtueshme. Për shembull, tek ne në Maqedoni, ne personalisht si kirurgji torakale tetovës kemi pas shumë miq që kanë ardhur tek na, bëjmë operacione bashkërisht ka Turqia. E marrim për shembull se deri para 5 viteve në Maqedoni ka pas vetëm një klinik të kirurgjisë torakale në Maqedoni. Ajo ka qenë Shkup, ku kam specializuar edhe unë vitet 2013-2019, 20. Në qoftë se vitin 2023 ka pas 1000 të diagnostikuar me kancer të mushkrive. Klinika e kirurgjisë torakale në Shkup ka operuar 100, që do të thotë 10%.
90% kanë qenë fazë e cila ose personi nuk ka desh të vjetë operohet, ajo është një përqindje shumë e vogël, ose ka qenë fazë e avancuar. Ai ka mbaruar në onkologji. Edhe ne kirurgët torakal s'kemi pas punë me to. Ne kemi dashur t'i ndihmojmë, por se ka pas metastazim ose ka qenë diçka problematike dhe ai ka mbaruar në onkologji. Tani, kjo i bie që ne jemi 10%. A e dini shtetet evropiane sa i kanë suksesin e screeningut, kur kanë bërë screening flas. Operabiliteti tek shtetet e Turqisë, miqtë tonë kanë tregu se mesatarja në Europë shkon 30 deri 40%. Që do të thotë se në qoftë se në Turqi, me një qytet sa Tetovo, një rajon sa Maqedonia me 2 milion banor, ku ka të diagnostikuar 1000 pacient, ata kanë operuar 300 deri në 400. Pra, pothuajse gjysmën e popullatës ose 1/3, ata e kanë trajtuar me operacion. Edhe shumicën e rasteve, personat cilët janë trajtuar me operacion, janë pastruar mihi, siç thot populli, ai edhe në qoftë se është dashur të mbaroje edhe kimioterapin pas operacionit, ose nuk është dashur as pak të marrë kimioterapi, ata persona janë kuruar dhe mund lirisht them se ata nuk kanë më punë me kancerin mushkrive. Pra si mos me pat një smundje. Pra na e kemi obligim të investojmë tek screeningu, për shkak se mos ta them, por se jemi në 10%. Jemi 10%. Kjo është ndonjëherë unë, kur më kanë pyet kinezët, popullata ju e vogël, sa është e suksesshme me zbulimin e kancerit mushkrive, ndonjëherë më ka ardhur edhe turp tregoj, për shkak se ata me 1.4 miliard, imagjinoni, në vit në Kinë diagnostikohen 1 milion pacient me kancer të mushkrive. Operohen 330.000. 1.4 miliard. Ne në 1.4 milion, nga 1.000 raste operojmë 100. Pra ne jemi goxha keq. Të ardhur keq. Pa, prandaj ajo mesazhi ndaj ministrisë edhe ndaj fondit shëndetësisë, edhe ndaj kirurgëve, edhe ndaj onkologëve, edhe ndaj shoqatave për shembull që kanë bëjnë me kanceret, u them se investoni te screeningu i kancerit mushkrive që ne ta shpëtojmë popullatën tonë. Tani dua të ndalem tek sa kanë ndryshuar trajtimet e kancerit të mushkrive vitet të fundit në vendin tonë. A ka shpresë më të madhe për shërim? Tregoj drejtën ka. Për shembull, tregoj diçka e cila fatkeqësisht ndodhen tek na, por se ka një shtys e cila po ndodh nga gjenerata e re. Ne kemi, kur flasim për moshën mbi 50-55 vjeçare ku i diagnostikojmë kanceret mushkrive, ka një mentalitet tek na se e din çfarë, mos e prek se bot më keq. Ose e din çfarë, unë kam jetu deri sot, unë mendoj se me mbajt ose me anashkalu, në thojza, kjo i bie me nënvlerësu, nuk bëhet gjo, edhe unë do vdes prej ditës time. Kjo nuk është në rregull. E tani çfarë ndodh? Fëmijët e këtyre prindërve e kanë shumë lehtë metodën e informimit. Donjëherë kalojnë në ekstrem, na mësojnë edhe neve, por se nuk e kemi problem. Mjafton që sensibiliteti ose ajo, vetëdijsimi i gjeneratës re është nivel. Këta po bëjnë luftë me gjeneratën e vjetër që ata, kur ka akoma mundësi për operim, t'i bindin prindet e tyre të operohen. Sepse është e lehtë. Ata sot kanë, për shembull, sot nuk është vetëm një klinik e cila punon kancerin mushkrive, ka 2 klinika, madje ka edhe spitale private. Edhe ato shkojnë marrin mendime. Dhe kur binden se primare është prindi i tyre ose familjari i tyre të operohet, ata pastaj ne për shembull mund të kemi një mundësi 15 minutë nga terminet e çdo ditshme, ti këshillojmë personat të cilët janë diagnostikuar me kancer të mushkrive që të operohen. Kurse ajo 15 ditë, 1.5 ditë, 10 ditë vazhdon me familjarët. Edhe ne u themi familjarëve, nuk është obliguese të operohet, por se zgjidhja më e mirë është të operohet. Edhe pastaj i themi neve atyne, bindeni se është mirën e tij të operohet. Tani kjo është e para. Pra ka të bëjë se ne në emision për këtë jemi. Pra të vetëdijsojmë popullatën se kur ke një familjar në shtëpi, i cili i ka bërë mbi 50-55 vjeç, këshillojë në mënyrën më të mirë të mundshme që ai të bëjë një herë në vit CT. Tani më ndëgju radiologët, do bëjnë diçka, sepse akoma nuk është fut kanceri dhe unë po i bëj atine gushva më shumë në klinik, por se kjo është për të shpëtu, sepse nëse sot ne i shpëtojmë tjerët, padyshim se nesër do vijë edhe prindja e radiologët, ose ende një
specialisti tjetër mjekësor, i cili është në këtë vorbull, do më thonë, diagnostikimit kancerit mushkrive, edhe normalisht ekziston ajo, jo vetëm për shembull për kancerin mushkrive, por edhe shumë kancere tjera të cilët po i shoh kolegët e mi, të cilët merren me trajtimin e kancereve tjera, po bëjnë presion të madh, do më thonë, mbi shtetin që të fillojë screeningu edhe te kanceri tyne. Ka qenë interesant se si e kanë fut për shembull kancerin e kolonit në screening, duke bërë presion të madh, domethënë gastrohepatologët dhe kirurgët abdominal, sepse edhe ata, një pjesë të madhe të kësaj patologjie e kanë zbulu kur ka qenë e vonshme. Edhe normal, kjo është e para, vetëdijsimi është i dyti, edhe e treta është tek ndryshimi i gjeneratave. Tani jo se, domethënë, ajo gjenerata e cila është e lindur më herët, ajo nuk e kupton, edhe ata e kuptojnë, sepse ne nuk i kemi intelektualet vetëm 3, kemi intelektualet edhe të vjetër, por se ka një dallim, për shembull, vetëm imagjinojeni këtë. Në Kinë kam has pacient të cilët janë operu 2 apo 3 herë kam pas kancer të mushkrive. Diçka e, më thonë, nuk më kam mund të imagjinoj se një pacient mund të preket 3 herë nga kanceri mushkrive në pjesë ndryshme të pulmoneve. Tek na, ka pas pacientë të cilët më kanë thënë, doktor, unë operova për një kancerit tjetër, për këtij tjetrit nuk du të operova. Kinezit i thush, për shembull, vetëdije tyne, ja është operu 5 herë nga kanceret ndryshme, thot, unë e ndjej obligim të operohem, edhe ato i thunë, për shembull, është kanceri shumë i vogël, është diagnostiku shumë herët, kemi mundësi të bëjmë follow-up, ndjekje, 3 muaj deri në 6 muaj. Thot jo, a ka mundësi ta heqni? Zon, ai mentaliteti se, për shembull, në qoftë se është small cell, është nga më të rrezikshmit, atëherë kjo i bie që ai shumë shpejt do metastazoje, edhe me një madhësi tepër të vogël. Pra ai don ta heqje. Kjo tregon se, më thon, edhe mediat, si e juja, edhe mjekët, po edhe popullata ka info shumë detajume rreth kësaj problematike, i beson shëndetësisë shumë dhe do më thonë, trajtohet në mënyrën më të mirë të mundshme, normalisht kur jemi në fazat e para. Se kur i thot edhe një kirurg atij pacientit, shif, kanceri jot është tepër i avancuar, ne nuk i shohim të arsyeshme të operohesh, fillimisht do shkosh për kimoterapi, pastaj do kthesh tek na edhe do shohim a ka hapësirë për operacion që mendojmë se do ketë hapësirë dhe ne do të operojmë. Ai shkon patjetër në onkologji fillimisht. Por se edhe kur i thush follow-up, ai thot jo. Unë kërkoj drejtën time individuale. Unë du të operohem. Edhe na këtu, me pas këtë logjik, këtë mentalitet, jo se ne do operoheshim më shumë. Ne njëjtë marrim pagën. Edhe nëse operojmë më shumë, edhe nëse operojmë më pak, por se kemi dëshirë që pacientët na vinë. Në fazat hershme, ta operojmë edhe ta ndjejmë kënaqësinë e asaj se pacienti thot, doktor, unë kryta punë, jam shumë falënderues, mbarova, shkova në shtëpi edhe mo me ju nuk shifem. Kjo është ajo e jona. Prandaj mendoj se ka një, domethënë, përmirësim, por se nuk e quajt mjaftueshëm. Domethënë, baza e suksesit do të jetë screeningu i kancerit mushkrive. Nëse kjo realizohet, atëherë kushdo që do e bëjë nga ministrat, me shpresë se nuk do na ndrohen ministrat aq shpesh. Shpresoj. Që të kemi një fokus edhe një plan më të gjatë, afat gjatë, sa i përket luftës ndaj kancereve, edhe unë besoj se atëherë do jemi, domethënë, nëse si thot populli, do jemi në kal. Do jemi suksesshëm, do trajtohen pacientët siç duhet edhe ne të paktën do kemi një shpërblim, do kemi një sevap më shumë. Na nevojitet me të vërtetë shumë punë edhe në nivel institucional ashtu edhe në nivel të vetëdijsimit të njerëzve për të përmirësuar kjo situatë. Megjithatë, unë ju falenderoj shumë për kohën që ndatë sot për ne, ishte kënaqësi. Po, faleminderit edhe juve dhe shpresoj që muajin tjetër të shoh një kirurg tjetër për një kancer tjetër. Shpresoj, falenderit shumë për kohën. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot, deri në takimin ton të radhës, bashkë mirupafshim.